Pse vaksina gripit prollohet e re për çdo sezon të tij? Virusi i gripit është i ndryshueshëm. Ai çdo sezon pëson ndryshime të vogla të quajtura mutacione. Ndaj vaksina duhet të përshtatet çdo vit. Përzgjedhja e shtameve, pra llojeve të viruseve që do të përfshihen në vaksina, është një proces global i koordinuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe çdo vit kalon nëpër këto etapa. 1. Është rrjeti botëror i vëzhgimit të gripit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka mbi 150 qendra kërkimore në më shumë se 100 vende të botës, që mbledhin mostra gripi gjatë gjithë vitit. Këto mostra analizohen për të parë cilat viruse po qarkullojnë, si po ndryshojnë dhe sa të përhapura janë. 2. Mbas mbledhjes së mostrave vjen analiza e të dhënave. Ekspertët e analizojnë shtamet më aktive në hemisferin veriore dhe ato jugore. Vlerësojnë rrezikun që ato kanë për të përhapur gjerësisht në sezonin e ardhshëm. 3. Zgjedhja e formulës së përgatitjes së vaksinës. 2 herë në vit, pra në shkurt për hemisferin veriore dhe në shtator për atë jugore, Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon 3 ose 4 shtame virusesh, zakonisht 2 tipe të virusit A dhe 1 ose 2 të tipe të virusit B, që duhet të përfshihen në vaksinën e sezonit të ardhshëm. 4. Prodhimi i vaksinës. Pas vendimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kompanitë farmaceutike kanë disa muaj kohë për të prodhuar dhe shpërndar vaksinën përpara fillimit të sezonit të ftohtë.